Mirëmbrëma të nderuar shikues të emisionit Horizonti Global. Sonte do të trajtojmë një nga rivalitetet më të gjata dhe më komplekse të politikës ndërkombëtare, marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Iranit. Një marrëdhënie e karakterizuar nga mosbesimi, nga kriza diplomatike, nga sanksionet ekonomike, nga tensionet ushtarake dhe debatet e zjarrta mbi të ardhmen e programit bërthamor të Iranit. Pyetja kryesore që shtrohet është: a është armiqësia Shebaa-Iran e destinuar të vazhdojë, apo ekziston ende mundësia e një pajtimi historik? Po si filloi konflikti për cilën do të flasim sonte? Irani me historinë e tij të vjetër është një nga shtetet me civilizim më të vjetër botror. Si i tillë, shteti ka përjetuar ngritje dhe rënjet e disa perandorive persiane dhe disa herë është okupuar nga forcat e jashtme. Por sa herë që është sulmuar dhe okupuar nga të huajt, Irani jo vetëm që ka arritur të ruajë integritetin e tij kulturor dhe gjuhësor, por dhe ka filluar procesin e unifikimit politik dhe të rilindjes kombëtare. Irani është një shtet islamik me shumicën e banorëve që i takojnë sektit fetar Shia. Për të kuptuar marrëdhëniet e sotme, duhet të kthehemi në vitin 1979, para revolucionit islamik. In 1979, a revolution topples Iranian ruler Shah Mohammad Reza Pahlavi, and with that, a monarchy of more than 2,500 years. Irani ishte një nga aleatet më të afërt të Shtetit Bashkuar të Amerikës në lindjen e mesme. Shah Mohammad Reza Pahlavi gëzonte mbështetje të fortë amerikane dhe Irani konsiderohej një shtyllë e strategjisë amerikane në rajon. Por gjithçka ndryshoi me revolucionin islamik të udhëhequr nga Ayatollah Khomeini. Viti 1978 shënon fillimin e protestave gjithëpopullore kundër regjimit të Shahut. Khomeini, i cili që nga viti 1964 kishte ikur në eksil, bën të thirrje për regimin e Shahut. The Shah orders the military not to use significant force, but the response is uneven. Some ministers encourage the Shah to make reforms, including legalizing political opposition and adopting the Islamic calendar. I përballur me protestat mëdha të popullit, me 16 janar të vitit 79, Shahu iku nga Irani, kurse Khomeini u kthy në atë dhe e shpalli Republikën Islamike të Iranit. Regjimi i ri konsideroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës si simbol të ndërhyrjes së huaj dhe të ndikimit perëndimor. Kriza u filluar kur studentët revolucionar pushtuan ambasadën amerikane në Teheran me 4 nëntor të vitit 79 dhe morën peng 52 diplomatë amerikanë për 444 ditë. The Imam was so convinced that the U.S. Embassy was a spy center. Why did he not close it down and break off relations with the United States? Why did he wait for this group of young Iranians to take it over? Kriza e pengjeve u zgjidh përfundimisht me 20 janar të vitit 1981, ditën kur Ronald Reagan u inaugurua president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas ardhjes në pushtet të Khomeinit dhe fitoris së revolucionit islamik në vitin 1980, filloi lufta irako-iraniane, një luftë e cila zgjati deri në vitin 1988. Saddam Hussein is convinced that now is the time to strike, since Iran is still shaken by its Islamic revolution, and he expects victory within weeks. Instead, the conflict will last 8 years, cost hundreds of thousands of lives, threaten world oil markets, and draw the US into the Persian Gulf for good. Shebaa mbështeti Irakun në këtë luftë, ndërsa Irani e interpretoi këtë si dëshmi se Washingtoni synonte dobësimin e Republikës Islamike. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara akuzonin Iranin për mbështetje të organizatave të armatosura në lindjen e mesme dhe për destabilizim rajonal. Kështu u krijuar një cikël mosbesimi që ka mbjetuar për më shumë se 4 dekada me radhë. Sanksionet ekonomike kanë qenë arma kryesore amerikane dhe një nga instrumentet më të përdorura nga Shtetet e Bashkuara kundër Iranit. Washingtoni ka synuar të kufizojë eksportet iraniane të naftës, aksesin në sistemin financiar ndërkombëtar dhe investimet e huaja në ekonomi. Objektivi ka qenë ndryshimi i sjelljes së regjimit iranian. Megjithatë, rezultatet mbeten të debatueshme. Nga njëra anë, sanksionet kanë
dëmtuar rënd ekonominë iraniane, nga ana tjetër ato nuk kanë arritur ta detyrojnë Iranin të heqë dorë nga politika e tij rajonale, apo edhe nga programi i tij bërthamor. Madje shumë analistë argumentojnë se presioni ekonomik ka forcuar pozitat e elemente më konservatore brenda sistemit iranian. Pra, programi bërthamor i Iranit është shqetësimi kryesor i konfliktit me dekadat e fundit. Çështja bërthamore është bërë tema kryesore e marrëdhënieve SBA-Iran. Irani këmbgul se programi i tij bërthamor është pasor dhe synon prodhimin e energjisë. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli dhe disa fuqi evropiane kanë shprehur vazhdimisht shqetësime se Teherani mund të synojë zhvillimin e armëve bërthamore. Për Washingtonin, një Iran me armë bërthamore do të ndryshonte ekuilibrin strategjik në lindjen e mesme. Për Iranin, programi bërthamor shihet si simbol i sovranitetit kombëtar dhe i zhvillimit teknologjik. Kjo është arsyeja pse konflikti ka qenë kaq i vështirë për të zgjidhur. Në vitin 2015 u arrit një nga marrëveshjet më të rëndësishme diplomatike të shekullit 21. The deal signed in July stipulates that US and European sanctions against Iran will be lifted in return for a reduction of Tehran's nuclear facilities. Marrëveshja u nënshkrua midis Iranit dhe 6 fuqive botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusisë, Kinës, Francës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë. Këtyre shteteve ushtohej edhe roli ndërmjetësues dhe koordinues i Bashkimit Evropian. Marrëveshja synonte të kufizonte programin bërthamor iranian në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, duke u konsideruar si një nga sukseset më të mëdha dhe më të rëndësishme diplomatike të dekadës së fundit. Mbështetësit e marrëveshjes e konsideruan atë si një sukses të madh diplomatik, ndërsa kritikët argumentojnë se ajo vetëm sa shtynte problemin për të ardhmen. Në vitin 2018, administrata e parë e presidentit Trump u tërhoq nga marrëveshja. Pas kësaj u rikthyen sanksionet dhe filloi politika ashtu e quajtur e presionit maksimal. Irani reagoi duke rritur gradualisht aktivitetet e pasurimit të uraniumit. Kështu që në vend se tensionet të ulshin, ato u rretën edhe më shumë. Si rezultat i këtij veprimi, rajoni hyri në një periudhë të re pasigurie. Shortly after arriving at Baghdad International Airport, Major General Qasem Soleimani was killed in a US drone strike. Një nga momentet më të rrezikshme ndodhi në janar të vitit 2020. SBA vrau generalin iranian Qasem Soleimani në një sulm me dron në Irak. Për Washingtonin ai ishte përgjegjës për sulme ndaj interesave amerikane në rajon, ndërsa për Iranin ai ishte një hero kombëtar. Pas kësaj, shumë ekspertë paralajmëruan se të dyja vendet mund ndodheshin me plan luftës së drejtë për drejtë në çdo moment tjetër pas vitit 1979. Megjithatë, të dyja palët e shmangit për shkallëzimin total. Duhet theksuar se konflikti SBA-Iran nuk kufizohet vetëm te programi bërthamor. Ai shtrihet në gjithë lindjen e mesme, në Irak, në Siri, në Liban, në Yemen, ku të dyja palët mbështesin aktorë të ndryshëm dhe shpesh rival. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkëpunojnë ngushtë me Izraelin, në Arabinë Saudite dhe me vende të gjirit. Ndërkohë, Irani mbështet Hezbollahun në Liban, grupet e ndryshme shiite në Irak, alatet e tij në Siri dhe në Yemen. Për këtë arsye, shumë studiues e përshkruajnë rivalitetin SBA-Iran si një konflikt indirekt që zhvillohet në disa fronte njëkohësisht. From Gaza, Yahya Sinwar dispatched waves of Hamas terrorists. Nuk mund të kuptohen marrëdhëniet SBA-Iran pa analizuar rolin e Izraelit. Izraeli konsideron programin bërthamor iranian si kërcënim më serioz për vetë sigurinë e tij. Nga ana tjetër, Irani ka kundërshtuar vazhdimisht politikën izraelite në rajon. Kjo përballje ka ndikuar fuqishëm edhe në politikat amerikane ndaj Teheranit. Për Washingtonin, një Iran me armë bërthamore do të ndryshonte ekuilibrin strategjik në lindjen e mesme, kurse për Iranin, programi bërthamor shihet si simbol i sovranitetit kombëtar dhe i zhvillimit teknologjik. Kjo është arsyeja pse konflikti ka qenë kaq vështirë për të zgjidhur apo për të menaxhuar.
Gjatë vitit 2026 patën edhe një përshkallëzim të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit me objektiva të lidhura me programin bërthamor, raketat balistike dhe infrastrukturën ushtarake iraniane. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli arsyetuan sulmet me nevojën për të penguar programin bërthamor dhe raketor të Iranit, kurse Irani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe bazave amerikane në rajon. Tensionet preken edhe ngushticën e Hormuzit, një arterie jetike për naftën botërore. Konflikti shkaktoi rritje të çmimeve të energjisë, pasigurinë e tregtit globale dhe frikë për një luftë më të gjerë në lindjen e mesme. Gjatë këtyre ditëve u raportua për nënshkrimin e një memorandumi paraprak SBA-Iran për ndalimin e armiqësive dhe për rikthimin e bisedimeve bërthamore, por marrëveshja mbetet e breshtë. Ekzistojnë faktorë që favorizojnë dialogun, siç është asnjëra palë nuk dëshiron luftë drejt për drejt. Stabiliteti energjetik global kërkon ulje të tensioneve dhe komuniteti ndërkombëtar vazhdon të mbështetë zgjedhje diplomatike, por ekzistojnë edhe pengesat mëdha, siç është mosbesimi historik, rivaliteti rajonal, programi bërthamor, ndikimi i politikës së brendshme të dyja vendet dhe për këtë arsye rivaliteti SBA-Iran mbetet një nga çështjet më të rëndësishme të politikës ndërkombëtare në shekullin 21. Të nderuar shikues, historia e marrëdhënieve SBA-Iran është histori e mosbesimit, rivalitetit dhe përplasjes së interesave strategjike. Megjithatë, ajo është edhe histori e mundësive të humbura për dialog dhe kompromis. E ardhmja do të varet nga aftësia e të dyja palëve për të gjetur një ekuilibër midis sigurisë, interesave kombëtare dhe stabilitetit rajonal. Deri atëherë, marrëdhëniet SBA-Iran do të vazhdojnë të mbeten një nga nyjet më të ndërlikuara të politikës botërore. Kjo ishte analiza jonë për sonte në Horizontin Global. Ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshim në emisionet e radhës.